Sfidën finale të ABSD Superiore Vllaznia Agnatia ndoqën shumë me emra të spikator të futbollit shqiptar. Njëri prej tyre është edhe Afrim Tole, ish futbollist i njohur i Partizanit, por edhe Tiranës dhe ekipit ton kombëtar. Tole, Vllaznia 0, Agnatia 4. E kishit parashikuar ndoshta përpara ndeshjes të rezultat? Rezultatin 4-0, se ndoshta një finale shumë pak herë shohim që bëhen shumë gole. Sinqerisht vjen keq që vati 4-0, por Agnatia është një ekip, kemi 3 vjet që flasim vetëm për Agnatia. Është një uniform që nëse do ta kishte vesh Vllaznia Parizoni Tiranën sot nuk do ta kishim njoft. Ka 2 ekipe, me thënë drejtën, është ekip i kompletuar, është ekip me pak histori, po që është fut në treg shumë bindshëm. Ajo që më erdhi keq dhe sinqerisht kam marrë përpall Vllazninë dhe kam menduar që sot Vllaznia do të çojë trofe. Është një ekip që ka dhënë kontribut të futbollit shqiptar, ka bërë jehon futbollit shqiptar, ka histori, ka tifozlik që shumë pak ekipe e kanë në Shqipëri. Megjithatë futbolli asnjëherë nuk është i parashikueshëm. Agnatia është ekip që e meritoi fitoren, por do të thoja të katra si Parizoni Tiranë, Parizoni Dinamo, Agnatia dhe Vllaznia që janë në kupa, uroj kenë mbarësi sezonin tjetër të paktën, duke menduar që me pak lojtar ndoshta nuk do të shikojmë të ndeshje të tjera. Të them dhe këtë pjesën tjetër, ajo që u kënaqa dhe kisha kohë përpara tifozlik, se gjithmonë jemi shohim vetëm Parizoni Tirana. Derbi vetëm atëherë mbushet stadiumi. Sot sinqerisht jam kënaqur për mas. Edhe kujtohesh ato kohë që mbushet stadiumi në atë kohë që më stafa sot e Albania. Me të vërtetë është për të falendëruar të 2 ekipet, edhe pse Agnatia me një numër të vogël, por prap ka filluar të fitojë zemrat e shumë sportazëve, jo vetëm të Rogozhinës, po edhe të qyteteve përreth. Kurse Vllaznia mbetet të vërtetë një ekip historik. Është ekip i mirë, ju uroj pjesëmarrje të mirë, do zoti. Me aq sa kam dëgjuar si nga edhe nga sponsorat, kam dëgjuar që vitin tjetër do ketë një ekip më solid për të pretenduar për titull kampionë. Ishim me Afrim Tole, një emër i spikator i futbollit shqiptar. Faleminderit Tole. Faleminderit juve. Sukses edhe.